30 nëntor 2011, e mërkur. Ishte dita e emisionit. Në emailin zyrtar të Njerëz të humbur, mbërrin një kërkesë nga 40 fëmijë të shkollës 9 vjeçare Sali Gjuka në Ura Vajgurore, për t'i ardhur në ndihmë shokut të tyre 13 vjeçar. Përshëndetje emisioni Njerëz të humbur. Përshëndetje zonja Aida Shtino dhe urime të pafundme për emisionin tuaj kaq të dhimbshëm dhe human. Ne jemi nxënësit e klasës së 8B në shkollën 9 vjeçare Sali Gjuka në Ura Vajgurore Berat. Së bashku me senatorët e shkollës tonë, të udhëhequr nga mësuesja koordinatore Miranda Kondakçiu, u mblodhën të gjithë së bashku për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Si të gjejmë një zgjidhje për të shpëtuar jetën e shokut të klasës dhe të shkollës, Donaldit, një nxënës i shkëlqyer në mësime, por edhe shumë i ndjeshëm, me një sëmundje që kërkon transplant veshkash. Kjo histori na vuri në lëvizje dhe në këtë mënyrë u nisëm drejt qytetës së vogël të Urës Vajgurore. Hym në shkollën 9 vjeçare Sali Gjuka dhe drejtohemi për në klasën e Donald Kumarakut. Donim të mësonim nga afër historinë e tij. Në sallën ku zhvilloi mësimi, gjetëm të gjithë bashkëmoshatarët e tij, por vetëm Donaldi mungonte. Nga nxënësit mësuam se atij i duhej të udhëtonte 2 herë në javë drejt Tiranës për të bërë dializë. Pikërisht atë ditë, në ato momente, ai gjende në spitalin pediatrik, duke kryer procesin i cili po e mban ende gjallë. Tu afër meje ndodhet nona e tij, le ta pyesim se si është gjendja e Donaldit. Një ditë më shumë. Nuk e përshkruaj dot si mund. Atëherë erdhëm në spital, filluam dializën dhe kemi filluar që në datën 1 qershor në festën e fëmijëve. Tani duhet se më shpejt bëhet transplanti, aq. Po mjekët ju ka dhënë shpresë ndërkohë? Po. Varet vazhdojnë procedurat të nënda shkresat. Nuk e dim. Sëmundja pak nga pak duket se po e ndan Donaldin edhe nga shokët e klasës, por edhe nga mësuesit, të cilët janë duke i qëndruar pranë në këtë ditë të vështira për të. Donaldi është shoku im i bankës edhe pse vjen vetëm 2 herë në javë në shkollë, ne nuk ja zëm vendin atit, ai gjithmonë e ka vendin mes nesh. Unë ndjej mungesën e tij edhe kur shikoj karrigen e tij, gjithmonë më kujtohet ai edhe ndihem shumë keq që ai e ka atë sëmundje. Po të fritë si nxënës, është një nxënës më i veçantë nga këta nxënës të tjerë, jo vetëm në procesin mësimor, mos është një nxënës i kompletuar me dije të plota bashkëore, por është i gjithashëm në tëra fushat dhe aktivitetet ka zhvilluar shkolla merr pjesë kudo është i gjithashëm, kudo ndodhur, i respektuar, i sesur, i edukuar. Fjalët e mira për Donaldin nuk mungojnë në asnjë cep të shkollës. Të gjithë pohojnë talentin e tij të shumanshëm, si në lëndët shkencore, ashtu dhe ato shoqërore, por edhe në sport. E faktuar më së miri, kjo vërehet në regjistrin e klasës, ku notat e Donaldit janë ndër më të mirat. Të gjithë mundohen të kontribuojnë sado pak, në mënyrë që shoku i tyre t'i rikthehet jetës normale. Ne si nxënës kemi marrë një aktivitet për ta ndihmuar këtë nxënës të shkollës sonë. Gjithsecili për nesh ka dhënë një kontribut aq sa kishte mundësinë, por pavarësisht të gjitha këtyre përpjekjeve nuk mund ta japim të gjithë shumën e operacionit, pasi kushton shumë. Prandaj edhe ne ju kërkojmë juve ndihmë që të na ndihmoni në këtë nismë që ne kemi ndërmarrë. Jo vetëm kaq, por edhe disa nxënës nga shkolla jonë dolën nëpër tregtarët e vegjël të gjithë Urës Vajgurore, ku aty kërkuan një ndihmë për shokun e tyre dhe ishin pikërisht tregtarët e vegjël, dikush u përpoqën ndihmoi, dikush nuk kishte mundësi, aty dhe shkollat e rrethinave të Beratit dhe të Kuçovës. Ju jap një mesazh të fortë të gjithë ata që na ndjekin tani në këtë moment. Çdo kush që ndjen jetën e një fëmie që duhet shpëtuar, duhet të kontribuojë sa të mundet për të shpëtuar jetën e Donaldit. Gjatë kohës që miqtë e Donaldit flisnin me gazetarët në shkollë, nga ana tjetër ai kryente procesin e mundimshëm të dializës. Mbas 4 orësh, ai shfaqet në korridor dhe megjithëse i tej lodhur, shkëput disa fjalë. Donaldi, si ndihesh tani pasi ke bërë procesin e dializës?
Pas dializës mirë ndjem, për vetëm se më ngjan koka e rënduar. Çfarë do kishe dëshirë ti tani që po afrojnë dhe festat e fund vitit, një dëshirë që doje të realizoj? Unë doja vetëm të operohesha dhe të vazhdoja shkollën si shokët e tjerë. Gjithçka çfarë emisioni Njerëz të humbur mund të bëj, është që t'i bashkohet thirrjes së këtyre 40 fëmijëve në ndihmë të jetës së shokut të tyre, dhe duke e përcjell publiku të gjerë, me shpresën se nesërmja do të jetë ndryshe edhe për Donaldin e vogël.